6 shkurt, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Në marrëdhëniet me shtetet ka protokoll. Në qoftë se nuk e ftes, nuk takon kush. Ka një rregull në Washington që if you are in town, we meet with you. Pra në qoftë se ti je këtu, i paftuar nga ne, dikush do të pres, por ka protokoll. Pra, sekretari i shtetit pret homologët e tij. Por numri 2, i cili është Landau, në nivel i lartë politik, mund të takojë ministrat të jashtëm të një niveli më të ulët se sa vendet reale me potencë. Spiro Pali është ministra e jashtëm. Në Washington, ashtu se në Shqipëri e njohin si makinë gafash. Ai ishte një test lakmus nga Rama, duke dërguar Spiro Palën dhe Peleshin për të parë që a do të marrë oksigjen nga administrata e Trump, administrata e tij. Mëngjesi i lutjeve është një eveniment qesharak ku organizatorët fitojnë miliona dollar me ftesat virtuale, me personat me kërshëri për të pasur një foto dhe për të paguar. Kush ka paguar për Spiro Palen, Peleshin, por dhe deputetët e opozitës? Thonë që ka paguar parlamenti. Unë nuk e di që parlamenti ka lek, euro ose dollar. Janë taksa paguesit shqiptarë. Dhe këtë delegacion i fryrë mund të shkojë deri në $1 milion me biletët e avionit, me hotelet luksoze dhe me lobingjet për të pasur disa fotografi. Kam shoqëruar, kam pasur përnder kryetarin e parlamentit Arbënori në vitin 1997. Ishte vështirë që Arbënorin ta priste homologu i tij, speaker i Kongresit, një emër i madh si Newt Gingrich. Por një telefonat me drejtorin e Heritage Foundation, Fulner, pas sugjerimit nga Berisha, takimi është kryer. Peleshi nuk takoi speakerin e Kongresit. E ka pritur Rigas, i cili është zëvendës sekretar për problemet e menaxhimit dhe të burimeve, pra shoferët, karburanti, ana menaxheriale. Por megjithatë ishte flamuri shqiptar. E turpshme ishte që Peleshi në deklaratën e takimit nuk përfshin atë që është thënë deklaratën amerikane, diskutimi për luftën ndaj karteleve të drogës. Spiro Palin do të ta presë nën sekretarja Hooker, me një orë më të kaluar në teksia, edhe në administratën e parë, pra është niveli 5 në departament. Por Spiro Pali nuk meriton më shumë se kaq. Deri dje, departamenti i shtetit nuk kishte asnjë plan për të takuar Spiro Palin. E kam nga burime nga brenda, duke pyetur në zyrën e shtyp. Rubio ka refuzuar që të pres të dërguarën e Ramës. Ndërkohë që diplomate që e pret do të ketë takime me zëvendës ministrat të jashtëm, po sot, pra Spiro Pali është ulur në nivel zëvendës ministre. Ndërkohë që ministri i jashtëm i Moldavis, në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku ishte edhe Spiro Pali për disa minuta duke takuar drejtorin e Rusisë, takoi numrin 2 të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Moldavia nuk është në NATO. Zgjuarësia është që në ato takime që kryen të dish të deshifrosh mesazhin që merr. Nga delegacioni i fryrë i demokratëve, Jorita Tabaku dhe Gazmend Bardhi kanë qenë në departament. Duhet të kenë takuar drejtorin që mbulon Europën, pra Escobarin e Trumpit. Por dhe aty kanë qenë me dyert mbyllur. Të tjerët kanë gëzuar tek mjediset e Hiltonit, ku këtë radhë vetë hirësia dhe shkëlqësia e Trump mori pjesë. Vjetë Trump u tallë. Mëngjesin e lutjeve e kreu nga Rotonda në Capitol Hill, dhe të ftuarit që kishin paguar me mira dollar, panë në ekranet televiziv, ama ishin ekrane me Super HD, këtë radhë Trump u kërcënua që do të bojkotohet
dhe ata drejtuesit fetar që organizojnë këtë nuk do të merrnin pjesë dhe Trump shkojnë në Hilton. Por siç u tha nga media këtu, fjalimi i tij nuk përkonte me anën fetare të takimit, duke qenë me ofendim dhe sharse me paraardhësin e tij me Biden, me superlativa për veten e tij. Unë kuptoj një gjë. Është një eveniment fetar. Dhe lutem. Është e çuditshme për si nga Spiro Pali, nga Peleshi, po dhe nga grupi tjetër njerëz që s'kan shkuar as në kishë as në xhami, përfitojnë të bëjnë një foto. Koha e të bërjes politik me foto ka shkuar me kohë. Natyrisht që Departamenti Amerikan i Shtetit ka njohur Ramiz Ali. Dhe kur ka ardhur për vizitë, sekretari i Shtetit Amerikan i ka thënë këtë falë nga presidenti Bush. Dhe Ramiz Ali në fund ka thënë që përcjellni ftesën time personale presidentit Bush që të vinë në Shqipëri. Baker do të thoshte që Bush është shumë i zënë, por do të përcjell. Dhe hapja e ambasadës amerikane 2 ditë përpara zgjedhjeve të 91-shit tregon këtë që amerikanët ishin gatshëm të bënin biznes me të gjithë. Në vitin 46 kanë njohur zgjedhjet e Enver Hoxhës. Por ama na ndihmuan kur hotën poshtë rezolutën e Senatit Amerikan që mbështeste Vorëpirin. Amerika është aleat strategjik. Që të vish në Washington pa ftesë, të shpenzosh me mijëra dollar dhe të mos arrish që të çosh një sinjal ose të hapësh dialogun e partneritetit strategjik tregon që ke dështuar. A është faji i Spiro Palit? Unë them se jo. Interesat e administratës Trump duket që janë shumë minimale nga Shqipërisë. Rubio ka pritur zyrtarisht ministrin e jashtëm të servisë. Nuk ka pritur as ministrin e vendit tim, as ministrin e jashtëm të Kosovës. Kjo më shqetëson. A na dëmton klani Grinell, Gate o për konservator, apo është thjesht indiferencë dhe Departamenti Amerikan është në disërej dhe ende nuk po del qarta si platforma djathtë e Magës. Por emrimet kanë kaluar. Pra, personi që është nën sekretare që do të takoj Spiro Palin, ka kaluar në qershor. Pra, është hequr bllokimi që është bërë nga senatorët, diçka pozitive. Por Shqipëria ende është në nivel legate, nuk ka ambasador. Pra, qasja ndaj nesh diplomatikisht është ofenduese. Por nuk kemi vetëm ne. Janë më shumë se 90 vende që nuk kanë ambasador. Ka probleme, sepse le të marrim rastin e personit nën sekretarja për problemet politike që takon Spiro Palin, son takon Vietnamit, ka disa takime me dyert mbyllura. Duket si emrin politik. Zonja ose zonjusha vjen nga emrimet e karrierës. Ka qenë departament tek Byroja e Inteligjencës. Në mandatin e parë zoti Trump ka qenë tek Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Nivel pak më të lartë se sa ish koloneli që takoi Spiro Palin, rikthehet përsëri mbasi ka qenë në biznesin privat. Trump kërkon që 50.000 emrime, 50.000, si rasti kësaj, të quhen emrime politike dhe ai të ketë drejt të shkarkoj kur doj. Kjo ka kaluar dje. Por kjo do të kthehet në bumerang kur demokratët të marrin përsëri shtëpinë e vartë, sepse rotacionin gjetë në Amerikë, nuk e frenon dot as Trump, as Zeusi ose Cezari tjetë. Dhe zgjuarësia e politikës është që të mendosh afat gjatë. Për shembull, marrëveshjen që Berisha ka bërë me Ramën kushtetuese, tani demokratët po e vojnë. E njëjta gjë është me atë që kërkon zoti Trump. Kërkon që ta nacionalizoj procesin zgjedhor. Pra, autoritet federal, procesin zgjedhor, numërime, siç ndodh në Shqipëri. Me njëherë ka reagime të mëdha. Pse habiteni?
Gjatë administratës Biden, demokratët e kërkonin këtë. Sepse probleme ka. Dhe demokratët bie në një gafë të madhe që nuk pranojnë që të votosh me kartë identiteti. ID, sepse ka mundësi që të abuzohet. Por problemi është që sistemi zgjedhor është i mbrojtur. Dhe në qoftë se ke në një problem, e dërgon në gjykatë ndaj Trump, flet kot që mi votë në zgjedhjet në 2020, sepse nuk u provuan gjykatë. Fox News pagoi $700 milion gjop për mashtrime. A do të ketë interes administrata amerikane për Ballkanin? Ai neni që kaloi timëzisht tek ligji i mbrojtjes ku ndalohet shkëmbimi i trojave të Kosovës është lajm i madh. Ata njerëz që kanë lobuar duhen respektuar. Por Trump vetë personalisht nuk është i përfshirë në atë shkallë sa ta di. Dhe kjo pa qatë në bisedën me Osmanin, presidentin e Kosovës, ku ai qëndron si habitur, Korea po i thoshte e falenronte pikërisht për këtë. Tek platforma Jesse Helms qëndron për kraja, i falenderoj. Nuk është ta që thjesht, duhet të ketë personalitet. Rama ofendon. Ditmir Bushati ishte një teknik i cili kishte fituar respekt të jemi realist. Dhe Partia Socialiste ka emra. Mund të merrte Maqe Lakroni, mund të merrte Bashkim Zenelin, mund të merrte Recep Mejdanin. Dhe ta vendoste në atë post të rëndësishëm, jo me figura që njihen si gafa, makineri gafash, me nivel të ulët intelektual, dhe të përfshirën korrupsion. Agjencitë ligjzbatuese që vëzhgojnë pastrimin e parave, në radarët e tyre kanë kohë që e kanë Spiropalin në Kanada. Mos u habisni. Më vonë përmes Fokusit do t'ju afrojmë edhe me fakte se si një oligark i madh po e sponsorizon me idenë që të krijojë një joshje të madhe që të jetë si kandidate për postin dhe karrikën e Ramës. U duk qesharake me hypin, ju ofrua një kërkesë Ditmir Bushatit, por këtu këshilltarët amerikanë thanë jo. Dhe Rama vazhdon të jetë 10 herë më shpenzues me miliona dollar për udhëtimet luksoze familjare të tij. E turpshme mënyra kur shkon në Vatikan të sillet si Palazzo, siç e thot media turke, vari Papa Francesku është i thjeshtë. Nuk mund të shkruash te kurora emrin e djalit Zao. S'ka guxuar asnjë diktator të bëj këto. Sepse kur ke marr atë fëmijë, nuk është më vizitë zyrtare, është private. E turpshme për ata që e presin, e turpshme për ata që e bindin në Ramën që ta arri deri këtu. A do ta çojë në Mar-a-Lago apo në Shtëpinë e Bardhë servilizmi dhe shtrirja barkas ndaj një kriminali si Netanyahu apo me autoritarët e lindjes mesme, ai e ndron këtë. Por duke parë se si u tallën me Spiropalin, ulen në nivelin protokollar dhe me Peleshin, ai mesazhin duhet ta ketë marrë. Natyrisht që unë do të gëzohem që kryeministri i vendit tim do takonte presidentin amerikan. Por e majta amerikane do ta shqyente Trump dhe do ta hallej gjatë në qoftë se kjo do të ndodhte. Sepse siç thot media turke, një Palazzo, një bufon i cili guxoi që të tallej për të herën e dytë me presidentin Trump në favor të Macron. Liza në botë në çuditërave. Dhe
fetarët e mëdhenj të mëngjesit lutjeve nga të dy krahët e parlamentit shqiptar nuk mund ta kuptojnë dot me një javë që qëndrojnë në Washington se si funksionon politika e këtij vendi të madh. Fatkeqësisht. A ka njerëz nga e djathtë dhe e majtë që e njohin? Po. Por njerëzit provincial politikës shqiptare nuk duan të dëgjojnë. Të verbrit me të shurdurit bashkohen dhe s'kuptojnë asgjë. Pushteti nuk është thjesht tek shtëpia e bardhë, është në Senat, është në Kongres, por është dhe në media, dhe kryet përmes lobinjeve. Duhet zgjuarësi të disht lobosh. Në departamentin amerikan të shtetit, ata që urrejnë më shumë janë përfaqësuesit e K Street, lobistët. Është e vështirë të funksionojë, por në Kongres dhe në Senat, ku 10% janë tavla në balle zeqine si nivel, duke paguar, takon gjithë kënd të premtojnë çdo gjë dhe s'bëjnë asgjë. Foto mund të bësh me shumë kongresmen. Të dëgjon 2 minuta, kaq. Ka ikur koha e propagandës përmes fotove. Në vizitë zyrtare në Shtëpinë e Bardhë, duan apo s'duan, zyrtarisht ka pasur vetëm Berisha 2 herë. Tinëzisht nano kur bëhej me 3 vende për të hyrë në NATO dhe pritur nga Dick Cheney, ka bërë një ndalesë dhe presidenti 2-3 sekonda. Rama tek Bideni duke bërë lëshime me iranianët dhe me afganët, i futi një trafikant në zyrë, kaq. Ndërsa në partneritetin strategjik me Departamentin Amerikan të Shtetit, Ditmir Bushati është nderuar dhe respektuar më shumë se sa kur Rama u prit nga Blinken në Departamentin Amerikan të Shtetit. Bideni nuk e takoi Rama. Trump jo. A mund shkojnë Mar-a-Lago përmes vajzës të lastuar? Mund. Fiton në një gjë, nuk them. Sepse ata që mbështesin Spakun janë ashti i amerikanizmit dhe këtij shteti të madh. Nga mesazhet që marr, i lexoj me vëmendje, nuk e kthej dot kot gjithë, por ka njerëz që thonë nuk po heq në gradën Trump. Ka një procedurë dhe nuk mund të ndërhyjë Trump. Mos ngatroni rastin e Dodik. Dodik ishte tek thesari. Tek thesari ndryshohet letas qëndrimi. Në departament është ndryshe. Dhe nga 27.000 që janë në departamentin Amerikan në Washington, 98% janë Eurikim Sign Company, kultura korporative e majtë. Janë ata që bëjnë zgjedhjen e njerëzve ndaj tabaku dhe bardhë shkuan në departament. Të përkrahur diku nga Eurikim. Te Eurikim ka filluar të mbështesë zotin Trump tani si zyrtare lart të ExxonMobil. Kishte një takim në Afganistan, në Kazakistan, dhe mbështet qasjet e Trump për energjinë në Greqi. Ambasadorët e Trump nuk janë profesional. Ishte dashura Donald Jungerit, ati për Serbit me Grinell, ka thënë që Trump do të vizitojë Greqinë. Por Susan Wiles, shefja kabinetit, i ka thënë jo, nuk ke udhime a shtetit, do të merresh me fushatën tu se po u mbasin dhe do u mbasin keq. Ajo ka drejt. Trump mund të dëmtojnë të fëmijët e llastuar. Dhe kjo do të vi nga Grinell, i cili me urinë e madhe për të përfituar si sekser, futi Kushnerin Sazan, Kushnerin Beograd, qoj dhe Ivankën. O të vratë të Rama. Në një humbje të Kongresit do të filloj hetimet dhe pikërisht do të ketë armë të madhe korrupsionin familjar të fëmijëve të tij. Ndaj mos e merrni si në një goditje të madhe blerjen e Ivankës apo Kushnerit. Kushneri ishte i përfshirë te dosja Epstein. Kushneri ishte lidhur me Netanyahu. Media amerikane
e portretizon si mediokër, të korruptuar, që kalon në surrealizëm me gazën. Nuk mund të ndodhë ai PowerPoint i përgatitur nga ai të realizohet. Janë me mira dhe qindra mira mina, janë gërmadha. Duhet vite të pastrojnë gërmadhat. Nuk ka kohë kjo administratë. Qasja me Iranin, Trump po kërkon një marrëveshje të dalë fitues përpara administratës tij, sepse maga nuk do luftë, por anijet luftarake janë atje dhe mund të godasë përsëri. Kjo do të ishte ai shansi i mos munguar i Trump të ndryshonte nga Obama. Persët e Iranit meritojnë regjim tjetër. Ka filluar tratativat, Ajatollahu kërkon të shkojë në Moskë, ka ofruar $100 milion, nuk mjafton, edhe pse Putini është njeriu më i pasur në botë. Natyrisht që underground mund të ketë marrëveshje. Lidhur me traktatin e ri për armët bërthamore, Rubio ka drejtë, nuk është thjesht Rusia, Amerikë, është dhe Kina. Kina nga 200 mbushje bërthamore mund të shkojë 600 dhe në vitin 2030 mund të shkojë te 1000. Pra, të thuaj se Amerika dhe Rusia, ndaj bota duam apo s'duam është trepolare. Për një vend vogël si ne na intereson qasja me Ballkanin. Kjo administratë mbështet frymën e djathtë kudo. Por mos presni si me shkop magjik. Nuk kemi qendra e botës. Rezistenca, forca do të pristat statu quo dhe Amerika do të kthente kokën nga njerëzit e tjerë që do të zëvendësonin një autokrat, gjysmë diktator, të zhytur në korrupsion maksimal. Në Amerikë nuk të largon korrupsion. Më i korruptuar se Mubarak s'ka qenë askush, e kanë pasur aleat. Por kur ti të cënon interesat kombëtare, kur ti je lidhur me trafiqet e drogës, dhe Rigas i tha Peleshit, ndije se goditja do të vi, kur cilësohesh si narkoshtet, dhe kur media e djathtë, pra zoti Trump, ka kohë që të vë epitete si Noriega, Rama e ndjen. Rama thjesht do pak oksigjen. Por trysnia i nisi nga Bashkimi Evropian me mbrojtjen që po e bën ballukun. E turpshme. Sidomos nga një gjykatë kushtetuese pa pikë dinjiteti. Me forcë edhe ndaj tyre. Nuk ka pse të tallen me shqiptarët të ardhmen e tyre. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.